Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po vi me lajmin më të fundit. Alba ka fol për herë të parë. Në momentin që Alba është larguar nga shtëpia, siç duket nuk është larguar nga Kosova ashtu siç e thash edhe më parë, Alba vazhdon të jetë në Kosovë. Ajo ka dhënë një mini intervistë të vogël për Big Brother. Ajo ka thënë që arsyeja pse unë u largova nga shtëpia e Big Brotherit është sepse nuk doja që të tjerët të përfitonin në kurrizin tim. Tani unë nuk e di që banorët kanë përfituar në kurrizë të lojës së Albës, nuk më duket një gjë e tillë. Nëse ka përfituar në kurrizë të lojës së Albës, mendoj që ka qenë Limi ai që ka përfituar, ndërsa për banorët e tjerë nuk më duket një gjë që ato kanë arritur të përfitojnë në kurrizë të Albës. Unë mendoj që Alba ka dalë sepse nuk është ndjer fare mirë dhe ndoshta ka qenë e imponuar nga ana e produksionit që të shprehet në këtë formën që të tjerët fitonin në kurrizë të lojës time. Unë u detyrova që të largohem, u detyrova që të dalë dhe kjo ishte deklarata e Albës. Alba nuk foli për pjesën e Shamisas, një gjë tjetër, thjesht domethënë kishte ndruar veshjen e saj dhe e dha këtë gjën. Besoj që Alba do të kyçet në rrjetin e saj social Instagram, do të flet në mënyrë të detajuar, por që kanë luajtur në kurrizë të Albës nuk më duket e tillë. Unë mendoj që Alba luante në kurrizë të vet, ishte një banore shumë e fortë, ishte pretendente për finalen. Mendoj që po të kishte qëndruar do të ishte edhe fituese e këtij reality show, por ajo thjesht nuk arrinte dot ta përballonte presionin aty brenda dhe vendosi që të largohet me dëshirën e saj. Normal, për të mos e nxjerr keq edhe produksionin, ndoshta Alba ka qenë e detyruar t'i thotë këto fjalët. Këto ishin fjalët e para të Albës. U largova sepse nuk dëshiroja që të tjerët të bëjnë lojë në kurrizin tim.